Tash, nëse kemi gjetë, për shembull, nëse jemi me antibiotik, për shembull, mirë, nëse është shkaktari, antibiotiku jepet për shkaktarin e dur dhe është senzitiv antibiotiku në qatë mikroorganizëm, atëherë varet edhe sa është përfshirë, sa është dëmtur mushkëria, sa është pneumonia, sa ka infiltru në mushkëri, atëherë varet prej ditëve, për shembull mund të shohim për 2-3 ditë e para me njëherë përmirësim daljes temperaturës, përmirësim simptomeve, po zakonisht trajtimi për një pneumoni zgjatë 10-2 javë deri në 3-4 javë ditë. Varet për sa është dëmtu, sa është rezistent shkaktari, çfarë imuniteti varet shumë mirë për asaj edhe sa imuniteti i fëmisë sa reagon për me mbrojtë, sepse ne themi ka herë antibiotiku më i miri, më i suksesshëm, më gjithë është imuniteti. Edhe kur ka imunitet mirë, ai mjafton pak me ndihmë me antibiotik edhe ai fëmijë do të shnoshë shumë shpejt.